rrugës për në liçenin e Dushkut. Jemi duke shkuar në liçenin e Dushkut, meqense dita sot është plot me diell dhe në fakt përballemi me këtë rrugë, e cila jo vetëm është edhe ngushtë, por është edhe e pashtruar. Pra teksa ecën ti shijon një peizazh fantastik, por për fat keq rruga, të paktën këto kilometrat e fundit, është në një gjendje vërtet të keqe. Ja, unë po xhiroj një pjesë tashti. Shifeni vet, makinat po nuk qenë të larta, rrezikojnë të prishen dhe të mbeten këtu. Kështu që për të tërë ata që kanë përparësi turizmi në qeveri, do të ishte shumë mirë që të ndërmerrnin masa për ta shtruar këtë copull në mënyrë që njerëzit të kishin më të lehtë aksesimin në atë zonë turistike, e duke pasur turistët aksesimin sa më të lehtë, natyrisht edhe zona patjetër që do zhvillohet më shumë. Po vazhdoj po i bëj një foto rrugës. Një video, kjo është rruga që vazhdon. Një rrugë thuajse fshati e pamenduar për turistë që kanë dëshirë të shkojnë dhe të vizitojnë liçenin e Dushkut. Ne jemi në fakt në prag të sezonit turistik, dhe duke qenë se publiciteti dhe reklama nuk është se i mungojnë liçenit të Dushkut, do të ishte mirë që qeveria të merrte masa dhe për shtrimin e rrugës.